Fshati Forini Gostivarit është në gjendje katastrofike pas përmbytjeve të fundit. Shumica e shtëpive janë të vërshuara, ndërsa në mungesë të ndihmës nga komuna banorët mundohen vetë të pastrojnë domet. Po domet mund të shihni edhe vetë, janë domet bajdit konsiderueshme. Dome pjot, u malitë, komën domen pjutit. Njerë kanalizimin, kujto isha. Kur e pash se pikën di kështu vind të kaja orë ka që të shulli, ka ulla zo, e në atër me një ka që me motor atë kanalizimin, e mu thonë dhe që ma ruheni ujti. S'kom fleta la. S'kom koment, s'kom. është një rast që tragedi, thonë për njerëzit, për kjo është tragedi jetë. Se gjitha që kemi arri... Ka do shumë dome, a? Sa e bona me remet? Si nuk ka gjithë katë. Se di. S'kom rëndë, se kretë me gurbet të është t'i këmbu. Më së keqe ka pësuar familja Ziberi. Shtëpia e tyre vazhdonte të jetë në më shumë se 1 metër ujë në bodrum. Nuk jam as deri në gjysmë për të hyrë në këtë bodrum, ndërkohë që uji është rreth 50 cm. Në gjendje të këtill, nga dita e djeshme janë shumica e shtëpive këtu në fshatin Forin. Qishtë të thonë, që dera ato, kauça ato, më 5.000 euro, kështu, minimalat. Ekipet e komunës së Gostivarit ishin në terren për të parë situatën. Më të prekura në komunën e Gostivarit kanë qenë fshati Forin, fshati Llakavic, Turqani Vogël, disa lagje të qytetit, por ne si komunë kina qenë në bashkëpunim edhe me banorët e lagjës, nga të gjithë këto të zonat të cilët i përmendëm, pika më kritike ka qenë në fshatin Forin. Për pastrimin e fshatit, ne sot i kena dalë në terren, jena të angazhu me të gjithë ndërmarrje të cilët i posëdojnë ato makineri dhe jena të dalë në ndihmë aq sa kena mundësi banorëve të fshatit Forin. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim me mekanizëm me makineri nuk na ka dalë në ndihmë.